Një ere zbuloi se jeta e saj ishte një gënjeshtër kur vëllai i saj u zhduk pasi zbuloi skema korrupsioni biznesi. Duke punuar diskretisht nëpër evente të shoqërisë së lartë, ajo grumbulloi prova rreth një grupi të fuqishëm biznesmenësh që i shkatërroi familjen. Tani, 3 vjet më vonë, ajo më në fund gjeti një mundësi për t'u përballur me ata që i shkatëruan gjithçka që ajo donte. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Kiera rregulloi uniformën e zezë për herë të fundit para se të shtynte karrocën e pijeve në sallën kryesore të restorantit më ekskluziv të kryeqytetit. Duart e saj, të forta dhe të sakta, rregullonin gota kristali ndërsa sytë e saj skanonin çdo fytyrë, çdo gjest, çdo bisedë të përshpëritur mes klientëve. 3 vjet më parë ajo kishte mësuar artin e padukshmërisë duke lëvizur si hije mes tavolinave të manjatëve dhe socialitëve, duke mbledhur fragmente informacioni si thërrime të çmuara. Salla ishte veçanërisht e zënë atë të enjte mbrëma. Biznesmen festonin bashkime milionëshe, politikan diskutonin projekte me zë të ulët dhe bashkëshorte të zbukuruara me bishuteri shkëlqyese konkurronin në heshtje për vëmendje. Për të gjitha aty, Kiera ishte thjesht një punonjëse më shumë, e padukshme si ajri që merrnin frym. Pikërisht siç duhej të ishte. Hapat e saj e quan drejt tavolinës 17, ku një çift i moshuar po darkonte me nervozizëm. Anjeza Sallaku ngacmonte ushimin pa oreks, ndërsa bashkëshorti i saj Aron shikonte vazhdimisht orën. Kiera i njihte mirë ato fytyra. Për muaj me radhë, ajo i kishte vëzhguar duke frekuentuar restorantin, gjithmonë të tensionuar, gjithmonë duke përshpëritur për borxhe dhe afate. Ata nuk ishin të ndryshëm nga shumë klientë të tjerë të zhytur në borxhe që kalonin aty, por sot diçka ishte ndryshe. Në anën tjetër të sallës, një burr i gjatë me kostum të pagabueshëm vëzhgonte çiftin me interes të llogaritur. Viktor Aliu, një nga biznesmenët më me ndikim në kryeqytet, i njohur për rrjetin e tij të investimeve dhe aftësinë e tij për të kthyer situata të dëshpëruara në mundësi fitimpruese. Kiera e kishte parë më parë, gjithmonë i rrethuar nga këshilltar dhe gjithmonë në kontroll absolut të çdo situate. Ndërsa shërbente ujë në tavolinën ngjitur, Kiera kapi fragmente të bisedës mes Anjezës dhe Aronit. Ai tha se ishte shansi ynë i fundit, murmuriti Anjeza, zëri i saj i dridhur duke zbuluar vite ankthi të akumuluar. Je e sigurt që ajo do të vijë? Pyeti Aron, duke fshirë djersën nga balli me një pecel. Vajza gjithmonë vjen për të darkuar me ne të enjteve. Olisia nuk mungon kurrë. Zemra e Kierës rahu më shpejt. Olisia. Ajo e njihte këtë emër, e kishte dëgjuar Viktorin ta përmendte në biseda të mëparshme. Olisia ishte vajza e Anjezës dhe e martuar me një biznesmen të pasur, frekuentuese e rregullt e qarqeve shoqërore më ekskluzive të kryeqytetit. Por ajo që Kiera nuk priste ishte të zbulonte se Sallakët ishin prindërit e saj. Pjesët filluan të bashkoheshin në mendjen analitike të Kierës. Anjeza dhe Aron nuk ishin thjesht klientë të zhytur në borxhe. Ata po detyroheshin ta sillnin vajzën e tyre në restorant për një lloj takimi me Viktorin. Tensioni i prekshëm në ajër, vështrimet nervoze, insistimi në orare specifike, të gjitha tregonin për një kurth të orkestruar me kujdes. Kiera bëri sikur ira një lugë dhe u përkul për ta marrë, duke shfrytëzuar momentin për të vëzhguar më mirë lëvizjen në restoran. 3 burra me kostume të errëta zinin tavolina strategjike, pozicionet e tyre lejonin një pamje të plotë të gjitha hyrje-daljeve. 2 të tjerë ishin pozicionuar pranë banakut, duke u maskuar si klient të rastësishëm, por vështrimet e tyre vigjilente i denonconin. Ekipi i sigurisë së ambientit gjithashtu dukej ndryshe atë natë, me më shumë punonjës se zakonisht të vendosur në pika kyçe. Kujtesa e Kierës fluturoi 3 vjet pas, në herën e fundit që kishte parë vëllain e saj Marko gjallë. Ai ishte i shqetësuar, nervoz, duke mbajtur një dosje plot me dokumente që ai i quante prova. Marko punonte si kontabilist në një firmë këshillimi financiar dhe kishte zbuluar diçka që e kishte tmerruar. Në bisedën e fundit që kishin pasur, ai përmendi emra, kompani, skema pastrimi parash që përfshinin disa nga burrat më të fuqishëm të vendit. Kiera, i kishte thënë ai, duke i shtrënguar duart fort, nëse më ndodh diçka, duhet të më premtosh se do të vazhdosh. Duhet të më premtosh se do të zbulosh të vërtetën. 2 javë më vonë, Marko ishte zhdukur. Policia e arkivoi rastin si zhdukje vullnetare, por Kiera e dinte se vëllai i saj nuk do ta braktiste kur familjen pa shpjegime.
Në muajt në vijim, ajo zbuloi se kompania ku punonte Marko kishte lidhje direkte me rrjetin e biznesit të Viktor Aliu. Ishte atëherë që vendosi të infiltrohej në botën e tyre, duke gjetur punë në restorantin e frekuentuar nga elita e biznesit. Tani, duke vëzhguar Anjezën dhe Aronin që prisnin me nervozizëm ardhjen e vajzës së tyre, Kiera ndjente se më në fund kishte gjetur pjesën kyçe të enigmës. Sallakët nuk ishin thjesht klientë të zhytur në borxhe, ata ishin instrumente që po përdoren për të tërhequr vajzën e tyre në një situatë të rrezikshme. Dhe Viktor Aliu po orkestronte gjithçka. Ora në mur shënonte 8:15 kur Olisia më në fund u shfaq në hyrje të restorantit. E gjatë, elegante, me flokë bjonde të rregulluara në mënyrë perfekte dhe një fustan blu që kushtonte më shumë se sa Kiera fitonte në 6 muaj. Ajo përshëndeti prindërit me puthje në fytyrë, por Kiera vuri re ftohtësinë në gjest, sikur ato takime ishin më shumë detyrim se sa kënaqësi. Më falni për vonesën, tha Olisia, duke u ulur në tavolinë. Trafiku ishte i pamundur. Anjeza sforcoi një buzëqeshje. Nuk ka problem, e dashur. Kemi porositur sallatën tënde të preferuar. Viktor Aliu u ngrit nga tavolina e tij dhe u drejtua rastësisht drejt sallakëve. Hapat e tij ishin të matura, të sigurta, të dikujt të mësuar të ketë gjithë botën që sillet rreth tij. Kiera u pozicionua strategjikisht pas një kolone, prej nga mund të vëzhgonte gjithçka pa u parë. Anjeza, Aron, tha Viktor, duke shtrirë dorën për të përshëndetur çiftin. Çfarë surprize e këndshme t'ju takoj këtu? Viktor, u përgjigj Aron, zëri i tij pak i dridhur. Çfarë koincidencë vërtet? Olisia ngriti vështrimin, qartësisht e intriguar. Baba, ti e njeh zotin Aliu? Jemi njohur disa muaj më parë, ndërhyri Anjeza shpejt. Çështje biznesi. Viktor buzëqeshi, por Kiera vuri re se buzëqeshja nuk i arriti sy. Në fakt, po prisja një mundësi për t'ju njohur, Olisia. Kam dëgjuar shumë për punën tuaj në fushën e komunikimit korporativ. Faleminderit, u përgjigj Olisia, ende e hutuar. Por nuk më kujtohet të kem përmendur punën time për. Prindërit tuaj flasin për ju me shumë krenari, ndërpreu Viktor, duke tërhequr një karrige për të ulur në tavolinë pa u ftuar. Në fakt, kam një propozim që mund t'ju interesoj. Ishte në këtë moment që Kiera kuptoi dimensionin real të asaj që po ndodhte. Viktor nuk po shfrytëzonte thjesht një koincidencë për të njohur Olisian. Ai kishte orkestruar të gjithë takimin, duke përdorur Anjezën dhe Aronin si karem për të tërhequr vajzën. Por për çfarë? Çfarë donte vërtet Viktor nga Olisia? Dyshimet e Kierës u konfirmuan kur ajo vuri re se burrat e vendosur strategjikisht në restorant kishin ndryshuar pozicion, tani duke formuar një rreth diskret rreth tavolinës 17. Nuk ishin roje sigurie të zakonshme, lëvizjet e tyre të koordinuara sugjeronin trajnim ushtarak ose policor. Ata po përgatiteshin për diçka. Biseda në tavolinë vazhdonte në dukje rastësisht, por Kiera ndjente tensionin që rritej. Anjeza dhe Aron shkëmbenin vështrime nervoze mes Viktorit dhe vajzës së tyre, sikur po përmbushnin një skenar të provuar. Olisia nga ana tjetër duke i gjithnjë më e pakëndshme me situatën, veçanërisht me pyetjet invazive të Viktorit rreth jetës së saj personale dhe profesionale. Jetoni vetëm, pyeti Viktor, duke prerë një copë mishi me saktësi kirurgjikale. Me bashkëshortin tim, u përgjigj Olisia duke rrudhur vetullat. Pse pyetja? Kuriozitet profesional. Gjithmonë jam i interesuar të njoh njerëz të talentuar. Kompania juaj e komunikimit ka shumë potencial. Kiera e dinte se Olisia drejtonte një agjenci të vogël komunikimi korporativ, e specializuar në menaxhimin e krizave për kompani të mesme. Asgjë e jashtëzakonshme që të justifikonte interesin e një manjati si Viktor Aliu. Kishte diçka më shumë pas atij interesi, diçka që Anjeza dhe Aron e dinin por nuk mund ta zbulonin. Ndërsa vëzhgonte skenën që shpalosej, Kiera mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo nuk mund të qëndronte pasive duke parë një familje tjetër të shkatërrohej nga skemat e Viktorit. Vëllai i saj Marko kishte paguar çmimin për të tentuar të ekspozonte të vërtetën, por ajo nuk do të lejonte që Olisia të vuante të njëjtin fat. Me duar të forta, Kiera shkroi një mesazh të shpejtë në një pecet, kurth. Prindërit tuaj janë detyruar. Dilni tani. Ajo palosi letrën diskretisht dhe ju afrua tavolinës 17, duke bërë sikur mblidhte pjata të zbrazta.
Në momentin e sakt kur u përkul për të marrë pjatën e Olisias, Kiera e la pecetën të binte në prerë të biznesmenes së re. Olisia shikoi poshtë, e habitur, dhe shpejt lexoi mesazhin. Sytë e saj u zgjeruan për një fraksion sekonde para se të rifitonte qetësinë. Më falni, tha Olisia, duke u ngritur pa pritur. Më duhet të përgjigjem në një telefonat të rëndësishme. Viktor gjithashtu u ngrit, buzëqeshja e tij u bë më e sforcuar. Sigurisht, nuk ka nxitim. Ne do të jemi këtu kur të ktheheni. Por Olisia nuk u kthye. Në vend të kësaj, ajo u drejtua diskretisht drejt zonës së shërbimit, ku Kiera po e priste. Të dyja gratë u vështruan për një moment tensioni para se Olisia të përshpëriste. Kush je ti dhe si e di për prindërit e mi? Emri im është Kiera dhe familja juaj është në rrezik, u përgjigj ajo, duke kontrolluar nëse nuk kishte njeri afër. Viktor Aliu nuk është ai që duket dhe prindërit tuaj po përdoren për t'ju tërhequr në një kurth. Olisia tundi kokën, e pabesueshme. Kjo është e pamundur. Prindërit e mi nuk do të bënin kur diçka të tillë. Ata nuk kishin zgjidhje, këmbënguli Kiera. Anjeza dhe Aron i detyrohen miliona organizatës së Viktorit. Ai ofroi t'ua falte borxhin në këmbim të një favori të thjeshtë, t'ju sillnin këtu sonte. Shpreha e Olisias ndryshoi nga mosbesimi në tmerr kur pjesët filluan të bashkoheshin. Takimet javore të papritura të institutuara nga prindërit, insistimi në orare specifike, nervozizmi i prekshëm që ajo i kishte atribuar moshës së tyre të thyrë. Gjithçka kishte kuptim tani. Çfarë do ai prej meje? Pyeti Olisia, zëri i saj pothuajse i padëgjueshëm. Nuk e kam zbuluar ende, por jam e sigurt që nuk është asgjë e mirë, u përgjigj Kiera. Duhet të dalim nga këtu tani, para se ai të kuptoj se nuk do të ktheheni. Në atë moment, zëri i Viktorit jehoi nëpër restorant. Olisia? A jeni mirë aty? Të dyja gratë shkëmbyen vështrime të alarmuara. Koha po mbaronte dhe Kiera e dinte se shumë shpejt burrat e Viktorit do të vinin t'i kërkonin. Ishte koha për të vënë në praktik planin e arratisjes që ajo kishte hartuar gjatë 3 viteve të vëzhgimit dhe përgatitjes. Kiera kapi krahun e Olisias dhe e tërhoqi shpejt nëpër korridorin e shërbimit, larg vështrimeve kurioze të klientëve dhe vigjilencës në rritje të burrave të Viktorit. 3 vitet e saj duke vëzhguar çdo cep të atij vendi më në fund do të jepnin fryte. Ajo njihte çdo dalje emergjence, çdo shkallë shërbimi, çdo rrugë alternative që punonisit përdornin për të lëvizur pa u parë. Nga do të shkojmë, përshpëriti Olisia, frymëmarrja e saj e shpejt tregonte panikun që po përpiqej të kontrollonte. Një dalje që nuk e kanë vëzhguar, u përgjigj Kiera, duke e udhëhequr nëpër një shkallë të ngushtë që çonte në nën tokë. Por së pari më duhet të më tregosh gjithçka rreth borxheve të prindërve tuaj. Ndërsa zbrisnin shkallët, Olisia hezitoi. Mosbesimi ishte natyral, në fund të fundit, ajo sapo kishte zbuluar se familja e saj ishte e përfshirë në diçka shumë më të madhe dhe më të rrezikshme se sa kishte imagjinuar. Por diçka në tonin e vendosur të Kierës, në mënyrën si ajo lëvizte me saktësi ushtarake nëpër korridore, e bindi Olisian se ajo e re e vërtet dinte çfarë po bënte. Nuk di shumë, pranoi Olisia. Në 2 vitet e fundit, prindërit e mi filluan të silleshin çuditshëm. Gjithmonë nervoz, gjithmonë duke folur për investime që kishin shkuar keq, prona që duhej të shisnin. Unë ofrova ndihmë financiare disa herë, por ata gjithmonë refuzuan. Po takimet javore? Kur filluan? Rreth 6 muaj më parë. Pa pritur, mamaja ime filloi të insistonte që të darkonim bashkë çdo të enjte. Tha se i mungoja, se familja duhej të bashkohej më shumë. Olisia ndaloi për një moment, realizimi e goditi si një grusht në stomak. Ata po më përgatisnin për këtë gjatë gjithë kohës, apo jo? Kiera pohoi me kokë me seriozitet ndërsa hapte një derë metalike që çonte në parkingun nëntoksor. Viktor Aliu ka një metodë specifike. Së pari, ai identifikon njerëz të dëshpëruar, të zhytur në borxhe përtej mundësive të tyre. Pastaj, ofron zgjidhje që duken mrekullore, por gjithmonë vijnë me një çmim të fshehur. Parkingu ishte pjesërisht bosh, me vetëm disa makina luksoze të shpërndara mes hijeve. Kiera e udhëhoqi Olisian në një cep të errët, larg kamerave të sigurisë, ku mund të flisnin pa rrezik. Si e di kaq shumë për Viktorin? Pyeti Olisia, duke u mbështetur në një mur të ftohtë betoni. Kush je ti vërtet? Kiera mori frymë thellë.
Për 3 vjet, ajo kishte ruajtur identitetin e saj të vërtet si një sekret të çmuar, duke ditur se zbulimi i motiveve të saj mund të kompromentonte të gjithë misionin e saj. Por tani, para Olisias, ajo kuptoi se kishte nevojë për besimin e asaj gruaje për të vazhduar. Vëllai i Marko punonte si kontabilist në një firmë këshillimi financiar të quajtur Këshillim Financiar Limen. Zyrtarisht, ata ofronin shërbime auditimi për kompani të vogla dhe të mesme. Në realitet, ata ishin të specializuar në krijimin e kompanive fantazm për të pastruar parat nga investime të dyshimta. Olisia zgurdulloi syt. Dhe vëllai yt e zbuloi këtë? Marko ka qenë gjithmonë një detajist obsesiv. Filloi të vërente modele të çuditshme në raportet financiare që përpunonte. Kompani që ekzistonin vetëm në letër, transferta voluminoze mes llogarive offshore, investime që nuk kishin kuptim ekonomik. Kur ai filloi të hetonte vetë, zbuloi se gjithçka çonte pas te Viktor Aliu. Çfarë i ndodhi? Pyetja mbeti pezull në ajër për disa sekonda. Kiera mbylli syt, duke kujtuar herën e fundit që kishte parë Markon. Ai ishte i shqetësuar, duke mbajtur një çantë shpine plot me dokumente të printuara dhe USB të mbushura me prova. Kishte arritur të kopjonte skedar të brendshëm nga Këshillim Financiar Limen që provonin lidhjen me operacionet e Viktorit. Marko planifikonte t'i çonte të gjitha në shtyp. Ai kishte kontakte në gazeta investiguese, prokuror që mund të përdornin provat për të hapur një hetim zyrtar. Natën para se të takojë me një gazetar, ai thjesht u zhduk. U zhduk si? Doli nga shtëpia duke thënë se do të takonte një burim dhe nuk u kthye më. Apartamenti i tij u bastis, makina e tij u gjete braktisur në një zonë industriale të qytetit, dhe të gjitha dokumentet që ai kishte mbledhur thjesht u zhdukën. Olisia kaloi dorën nëpër flok, duke u përpjekur të përpunonte të gjitha informacionet. Dhe ti vendose të vazhdosh hetimin e tij? Nuk kisha zgjidhje, u përgjigj Kiera me vendosmëri të hekur. Marko ishte gjithçka që kisha. Prindërit tanë vdiqën kur ishim fëmijë, ai më rriti pothuajse vetëm. Nëse dikush e lëndoi për shkak të këtyre hetimeve, unë duhet të zbuloj kush ishte dhe pse. Por pse zgjodhe të punosh pikërisht në këtë restorant? Sepse zbulova se Viktor e përdor këtë vend si zyrë jo formale. Ai sjell klient të rëndësishëm këtu, bën biznes gjatë darkave në dukje të rastësishme, takon njerëz që dëshiron t'i bashkoj ose t'i detyroj. Në 3 vjet punë këtu, kam mbledhur informacion rreth 10 skemave të ndryshme. Kiera nxori nga xhepi një regjistrues të vogël digital. Kam regjistruar biseda, kam fotografuar dokumente që klientët i lanë mbi tavolina, kam shënuar numra telefoni dhe emra që Viktor përmend. Kam prova të mjaftueshme për të provuar se ai koordinon një rrjet korrupsioni që përfshin 10 kompani. Atëherë pse nuk i çove të gjitha këto në polici? Sepse Viktor ka kontakte në të gjitha sferat e pushtetit. Politikan, gjyqtar, delegat, prokuror. Marko e zbuloi këtë para se të zhdukej. Gjysma e rasteve të korrupsionit që duhej të ishin hetuar u arkivuan ose humbën fuqinë misteriozisht. Viktor nuk është thjesht një biznesmen i korruptuar, ai mbrohet nga një sistem i tërë. Zhurma e hapave që jehoi në parking i bëri të dyja të kurreshin pas murit. 3 burra me kostume zbritën shkallët duke shikuar rreth e rrotull metodikisht. Nuk ishin roje sigurie të restorantit, lëvizjet e tyre të koordinuara dhe mënyra si kontrollonin çdo cep sugjeronin trajnim profesional. Ajo nuk mund të ketë shkuar larg, tha njëri prej tyre, zëri i tij duke jehoj mes shtyllave të betonit. Kontrolloni të gjitha makinat. Kiera kapi dorën e Olisias dhe e udhëhoqi në heshtje mes automjeteve të parkuara, duke shfrytëzuar hijet për të lëvizur pa u zbuluar. Vite vëzhgimi dhe planifikimi të rrugëve të aratisjes po viheshin më në fund në provë. Ato arritën në një shkallë emergjence që çonte direkt në rrugën anësore të ndërtesës. Kiera e kishte zbuluar atë dalje gjatë muajit të saj të dytë të punës dhe gjithmonë e kishte ditur se një ditë mund t'i duhej. Dera ishte e shkyqur, si gjithmonë, një defekt sigurie që administrata e ndërtesës nuk ishte shqetësuar kur ta korrigjonte. Ku tani, pyeti Olisia kur më në fund dolën në rrugë, duke thithur ajrin e natës të kryeqytetit. Në një vend të sigurt ku mund të flasim pa nxitim, u përgjigj Kiera, duke kontrolluar nëse nuk po ndiqeshin. Por para kësaj, më duhet të më ndihmosh me diçka. Çfarë? Më duhet të hyj në shtëpinë e prindërve tuaj.
Nëse Viktor po I shantazhon, duhet të ketë dokumente, kontrata, ndonjë provë fizike të asaj që ai po kërkon në këmbim të faljes së borxhit. Olicia hezitoi. Ideja e ndërhyrjes në privatësinë e prindërve, veçanërisht pasi kishte zbuluar se ata I kishin gënjur, ishte shqetësuese. Por ajo gjithashtu e dinte se duhej të kuptonte plotësisht situatën në të cilën ndodhej familja e saj. Ata udhëtuan në zonën rurale fundjavën e kaluar, tha ajo më në fund. Qëndruan në një bujtin për të çlodhur pak. Tani kuptoi se ndoshta ishte Viktor ai që sugjeroi të largoheshin nga qyteti. Perfekte. Sa kohë kemi? Ata kthehen të dielën mbrëma. Kjo na jep 2 ditë. Kiera buzëqeshi për herë të parë atë natë. 2 ditë ishin më shumë se të mjaftueshme për të kontrolluar shtëpinë e sallakëve dhe për të gjetur provat që I duheshin. Por së pari, ajo kishte diçka të rëndësishme për t'i treguar Olicias, diçka që mund të shpjegonte përfundimisht pse Viktor ishte kaq I interesuar për të. Para se të shkojmë në shtëpinë e prindërve tuaj, më duhet t'ju tregoj diçka, tha Kiera, duke u ndalur para një ndërtese tregtare në dukje të braktisur. Këtu jetoj që kur fillova hetimin. E kam kthyer vendin në një qendër inteligjence. Ndërtesa vërtet dukej e braktisur nga jashtë, me dritare të mbuluara me derasa dhe një fasadë të shkatëruar. Por kur Kiera hapi një derë anësore dhe ndezi dritat, Olicia u gjend para diçkaje të jashtëzakonshme. Muret ishin të mbuluara me fotografi, dokumente, harta dhe diagrama të lidhura me vija me ngjyra. Ishte si të hyje në mendjen e një detektivi obsesiv. Në qendër të dhomës, kishte 3 kompjuter të ndezur njëkohësisht, secili duke shfaqur tabela komplekse dhe baza të dhënash. Zot I madh, murmuriti Olicia, duke ju afruar një muri të mbuluar me foto të Viktorit në evente të ndryshme shoqërore. Ti vërtet e ke kthyer këtë në një hetim profesional. Për 3 vjet kam dokumentuar çdo lëvizje të Viktorit, çdo bashkëpunëtor të tij, çdo kompani që shfaqet e lidhur me bizneset e tij, shpjegoi Kiera, duke treguar drejt seksioneve të ndryshme të asaj që ajo e quante harta e korrupsionit. Zbulova se ai nuk punon vetëm. Ekziston një rrjet I tërë njerëzish që e ndihmojnë, duke përfshirë disa emra që ju me siguri do t'i njihni. Kiera shkoi te një nga kompjuterët dhe hapi një skedar specifik. Në ekran u shfaqen 10 emra të organizuar në një hierarki komplekse, me Viktorin në krye, I ndjekur nga asistent, biznesmen partner, politikan aleat dhe, në bazën e piramidës, viktimat. Prindërit tuaj janë këtu, tha ajo, duke treguar drejt emrave Anjeza dhe Aron Sallaku në një listë të titulluar Objektiva Aktiv. Por shikoni kush tjetër është në këtë listë. Olicia ndoqi gishtin e Kierës drejt një emri tjetër që e bëri të tërhiqej instinktivisht, Pjetër Karmini. Emri I bashkëshortit të saj. Kjo nuk mund të jetë e vërtet, tha Olicia, zëri I saj I dridhur. Pietri nuk e ka përmendur kur të ketë biznes me Viktor Aliun. Pikërisht prandaj Viktor të do ty, shpjegoi Kiera me seriozitet. Pietri nuk është thjesht një biznesmen tjetër I zhytur në borxhe. Sipas hetimeve të mia, ai zbuloi diçka rreth operacioneve të Viktorit që mund t'i shkatëronte plotësisht bizneset e tij. Viktor ka nevojë për një mënyrë për të kontrolluar Pietrin dhe ti je leva perfekte. Zbulimi e goditi Olician si një ortek. Së pari prindërit, tani bashkëshorti. E gjithë jeta e saj ishte e lidhur me skemat e Viktor Aliut në mënyra që ajo nuk I kishte imagjinuar kurrë. Ajo nuk ishte thjesht një viktimë aksidentale, ishte qendra e një strategjie të hartuar me kujdes. Çfarë zbuloi Pietri? Pyeti ajo, zëri I saj mezi kalonte në një pëshpëritje. Kiera shkoi në një dosje fizike dhe nxori një dosje të trash plot me dokumente. Pietri është pronar I një kompanie import-eksporti. Në vitin e fundit, ai filloi të vërente parregullsi në disa transaksione që kompania e tij përpunonte. Ngarkesa që mbërrinin pa dokumentacion të duhur, pagesa të bëra nga kompani që nuk ekzistonin zyrtarisht, vlera që nuk përputheshin me produktet e deklaruara. Si more këto informacione? Sepse Pietri u përpoq t'i denonconte të gjitha në organet kompetente. Paraqiti disa ankesa zyrtare. Prezantoi provat e drejtoria e përgjithshme e tatimeve, madje u përpoq të kontaktonte shtypin. Por të gjitha tentativat e tij u bllokuan ose u injoruan sistematikisht. Olicia u ul në një karrige, duke ndjer peshën e të gjitha zbulimeve. Atëherë Viktor vendosi se mënyra më e mirë për të heshtur Pietrin ishte nëpërmjet meje. Sakt.
Nëse ai arrin t'ju rrëmbej ose t'ju përdor si peng, Pietri do të detyrohet të bashkëpunojë. Prindërit tuaj ishin vetëm hapi i parë i planit. Viktor e dinte se ata do të bënin gjithçka për t'ju mbrojtur, kështu që krijoi situatën perfekte, do t'ua falte borxhet në këmbim të jush. Dhe çfarë synon të bëj me mua pasi të arrijë të më kontrolloj? Kiera hezitoi para se të përgjigjej, duke ditur se e vërteta do të ishte e dhimbshme. Viktor nuk I mban pengjet për shumë kohë. Strategjia e tij është të përdor njerëzit për të marrë atë që dëshiron dhe pastaj të heqë qafe prej tyre në mënyrë që të mos dëshmojnë kurrë kundër tij. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Olisia më në fund e kuptoi plotësisht seriozitetin e situatës. Nuk ishte vetëm liria e saj në rrezik, por potencialisht jeta e saj dhe e gjithë familjes së saj. Atëherë çfarë bëjmë tani? Pyeti ajo, duke ngritur vështrimin drejt Kierës me vendosmëri të ri për të rirë. Tani, u përgjigj Kiera, duke mbyllur skedarët në kompjuter, ne e kthejmë lojën kundër tij. Viktor beson se ka të gjitha kartat në dorë, por ai nuk e di që unë ekzistoj. Ai nuk e di që dikush ka dokumentuar të gjitha lëvizjet e tij për 3 vjet. Është koha për të përdorur këtë njohuri për të mbrojtur familjen tuaj dhe për të zbuluar se çfarë ndodhi vërtet me vëllain tim. Ke një plan? Kiera buzëqeshi dhe për herë të parë Olisia pa në atë buzëqeshje vendosmërinë e pamëshirshme të dikujt që I kishte dedikuar vitet e jetës së saj duke u përgatitur për atë moment. Kam disa opsione. Por të gjitha varen nga një gjë, a jeni e gatshme të më besoni plotësisht, edhe nëse kjo do të thotë të zbuloni të vërteta rreth familjes tuaj që ndoshta nuk do t'i dëshironit. Olisia nuk hezitoi. Pas asaj që zbulova sonte, mendoj se nuk mbeti shumë më tepër për të më shokuar. Jam e gatshme të bëj gjithçka që duhet për të mbrojtur njerëzit që dua. Atëherë le të fillojmë me shtëpinë e prindërve tuaj. Nëse arrijmë të gjejmë dokumentet që Viktor I detyroi të nënshkruanin, do të mund të kuptojmë saktësisht cilat janë kushtet e shantazhit. Nga aty do të mund të hartojmë një strategji për ta kthyer situatën në favorin ton. Ndërsa përgatiteshin të largoheshin nga qendra e inteligjencës së improvizuar, Kiera nuk I përmendi Olisias dyshimin e saj më të errët, se Viktor Aliu nuk ishte thjesht një biznesmen I korruptuar I zakonshëm, por udhëheqësi I një organizate që ishte rritur aq shumë në pushtet dhe ndikim sa praktikisht kontrollonte një pjesë të madhe të ekonomisë informale të kryeqytetit. Dhe nëse dyshimet e saj ishin të sakta, rrjeti I korrupsionit ishte shumë më I thellë dhe më I rrezikshëm nga sa ndonjëra prej tyre kishte imagjinuar. Shtëpia e Sallakëve ndodhej në një lagje të pasur të kryeqytetit, një ndërtesë dykatëshe me kopsht të mirëmbajtur dhe një fasadë që frymonte respektabilitet të klasës së mesme të lartë. Për çdo vëzhgues të jashtëm, ishte shtëpia tipike e një çifti të pensionistësh të suksesshëm. Por ndërsa Olisia shkyqte derën kryesore në orën 2 të mëngjesit, Kiera ndjente tensionin e akumuluar në muret e asaj shtëpie. A e kanë ndryshuar dekorin kohët e fundit? Pyeti Kiera, duke vënë re se dhoma dukej çuditërisht impersonale, sikur mobiljet ishin riorganizuar me nxitim. Tani që e përmend, po, u përgjigj Olisia duke ndezur dritat dhe duke vëzhguar ambientin me sy të tjerë. Në muajt e fundit, ata shitën disa antike që kishin vlerë sentimentale. Thanë se po thjeshtonin jetën, por nuk bëri kur shumë sens. Kiera filloi të shqyrtonte dhomën metodikisht, duke kërkuar shenja të asaj që Anjeza dhe Aron mund të kishin fshehur. Sirtar me çelësa, kasaforta të vogla, çdo vend ku mund të ruheshin dokumente të rëndësishme. Përvoja e saj në analizimin e sjelljeve në shoqërinë e lartë I kishte mësuar se njerëzit në impresion gjithmonë linin prova rreth frikërave dhe sekreteve të tyre. Le të fillojmë me zyrën e babait tuaj, sugjeroi Kiera. Burrat e gjeneratës së tij ende preferojnë t'i ruajnë dokumentet e rëndësishme në shtëpi, edhe me epokën digjitale. Zyra e Aronit ndodhej në katin e dytë, një ambient me dru me rafte plot me libra dhe një tavolinë të vjetër që qartësisht përdorej shpesh. Kiera vuri re menjëherë se tavolina ishte organizuar në mënyrë obsesive, me stilolapsa të rreshtuar në mënyrë perfekte dhe letra të grumbulluara me saktësi ushtarake. Ishte sjellja tipike e dikujt që po përpiqej të mbante kontrollin mbi një situatë kaotike. Babai juaj ka qenë gjithmonë kaq I organizuar? Pyeti Kiera, duke hapur sirtarët me kujdes. Në fakt, jo, pranoi Olisia. Ai ka qenë gjithmonë pak I çrregull. Mamaja ime ankoi se ai linte letra të shpërndara kudo. Atëherë dikush po e detyron të mbaj gjithçka të organizuar, ose ai po përpiqet të mos ngjall dyshime, përfundoi Kiera, duke gjetur një sirtar të kyçur.
Ti e di ku i ruan qelsat? Olisia tregoi drejt një kornize fotografish në rraf. Gjithmonë i fsheu qelsat shtesë pas fotos së dasmës së tyre. Kur hoqën kornizën e fotografive, gjetën jo vetëm qelsin e sirtarit, por edhe një qelës të vogël kasaforte që Olisia nuk e njihte. Sirtari zbuloi dokumente financiare të organizuara kronologjikisht, por ishte qelsi i kasafortës që çoi në zbulimin më të rëndësishëm. Kasaforta ishte fshehur pas një pikture në mur, një model i vogël por i sofistikuar që qartësisht ishte instaluar kohët e fundit. Kur e hapën, gjetën një dosje të kuqe që përmbante dokumente që e bën Olisian të tërhiqej instinktivisht. Kontrata kredie, murmuriti Kiera, duke shfletuar letra. Por nuk janë kredi bankare konvencionale. Shikoni këtë klauzol këtu. Dokumenti specifikonte se, në rast mos pagese, kreditori do të kishte të drejtë për kompensime alternative sipas marrëveshjes verbale. Nuk kishte specifikime se çfarë lloj kompensimesh, por gjua juridike qëllimisht e paqartë ishte një shenjë e qartë se bëhej fjalë për marrëveshje jashtëligjore. 1.200.000 lekë, lexoi Olisia, zëri i saj tregonte shokun. Si arritën prindërit e mi të detyroheshin kaq shumë para? Shikoni datat, theksoi Kiera. Kredit e para janë 2 vjet më parë, vlera të vogla. 5.000, 10.000. Por shini si vlerat u rritën progresivisht, gjithmonë me interesa të lartë abuziv. Ishte një model që Kiera e njihte nga hetimet të tjera. Viktor dhe bashkëpunëtorët e tij ofronin kredi fillestare me kushte në dukje të favorshme për njerëzit në vështirësi të përkohshme financiare. Pasi viktimat ishin zhytur në borxhe, interesat rriteshin në mënyrë drastike, duke i detyruar ata të merrnin kredi të reja për të shlyer të mëparshme. Brenda pak muajsh, borxhet e vogla shndërroheshin në shuma të pamundura për t'u paguar. Por ka diçka të çuditshme këtu, vuri re Kiera, duke krahasuar nënshkrimet në kontratat e ndryshme. Shikoni nënshkrimin e babait tuaj në dokumentet e para dhe krahasojeni me ato të kontratave të fundit. Olisia u afrua dhe vuri re ndryshimin menjëherë. Nënshkrimi i tij ka ndryshuar plotësisht. Në kontratat e fundit duket sikur ai ishte nervoz ose i frikësuar. Sepse ndoshta po detyrohej të nënshkruante, përfundoi Kiera. Vë bas se Viktor filloi të përdorte metoda presioni më të drejtpërdrejta pasi borxhi arriti një vlerë të caktuar. Duke vazhduar të shqyrtonin kasafortën, ato gjetën diçka edhe më shqetësuese, regjistrime audio në USB të vogla, secila e etiketuar me data të 6 muajve të fundit. Kiera futi një nga USB-t në laptopin e Aronit dhe riprodhoi skedarin e parë. Zëri i Viktor Aliut jehoi në përzyrë, i ftohtë dhe i llogaritur. Aron, ti e kupton që nuk bëhet fjalë vetëm për para, apo jo? Bëhet fjalë për besim. Dhe kur dikush thyen besimin tim, pasojat shkojnë shumë përtej financiares. Zëri i dridhur i Aronit u përgjigj, e kuptoj, zotëri Aliu. Më duhet vetëm pak më shumë kohë për të organizuar pagesat. Koha është pikërisht ajo që nuk ke. Por jam i gatshëm të jem i arsyeshëm. Ka një mënyrë për të shlyer borxhin tuaj plotësisht, pa pasur nevojë për para. Çfarë doni të thoni? Vajza juaj Olisia është bërë një person shumë interesant kohët e fundit. Kam dëgjuar se ajo drejton një kompani të suksesshme komunikimi korporativ. Gjithashtu kam dëgjuar se është e martuar me Pjetër Karminin, pronar i Importet Karmini. Heshtja në regjistrim ishte e gjatë dhe e rëndë. Nuk do ta përdor vajzën time për të zgjidhur problemet e mia, tha Aron më në fund. Nuk po kërkoj mendimin tuaj, Aron. Po ju informoj se çfarë do të ndodhë. Ju do të organizoni takime të rregullta me Olisian. Darka familjare, takime të rastësishme. Dhe kur unë të vendos se është koha, ju do ta sillni atë në një vend specifik. Dhe nëse refuzoj? E qeshura e Viktorit ishte e ftohtë. Atëherë ti dhe Anjeza do të zbuloni se ekzistojnë mënyra shumë kreative për të mbledhur borxhe. Dhe ju garantoj se vajza juaj do të jetë shumë e trishtuar kur të zbuloj se çfarë u ndodhi prindërve të saj për shkak të kokfortësisë së tyre. Olisia e fiksoi regjistrimin me duar të dridhura. Të dëgjojë zërin e Viktorit duke kërcënuar prindërit e saj në një mënyrë kaq të drejtpërdrejtë ishte më tronditëse se çdo dokument i shkruar. Ftohtësia me të cilën ai përmendte pasojat e bënte të qartë se kërcënimet e tij nuk ishin boshe. Ka më shumë regjistrime, vuri re Kiera, duke kontrolluar USB-t e tjera. Prindërit tuaj kanë dokumentuar sistematikisht të gjitha bisedat me Viktorin.
Kjo është inteligjente nga ana e tyre. Ose u detyruan të regjistronin si pjesë e shantazhit, sugjeroi Olisia. Viktor mund të ketë kërkuar që ata të mbanin regjistrime të bisedave për të siguruar që do t'i përmbushnin marrëveshjet. Ato dëgjuan edhe 3 regjistrime të tjera, secila duke zbuluar detaje të reja rreth metodave të Viktorit. Ai jo vetëm që mblidhte borxhin, por gjithashtu po mblidhte informacione rreth Pietrit nëpërmjet Anjezës dhe Aronit. Donte të dinte rreth orareve të tij të punës, rrugëve të tij të zakonshme, bashkëpunëtorëve të tij të biznesit, madje edhe rreth problemeve të mundshme në martesën me Olisian. Ai po përgatiste një dosje të plot rreth familjes son, murmuriti Olisia. Sikur po planifikonte diçka shumë më të madhe se thjesht mbledhjen e një borxhi. Sepse po, konfirmoi Kiera. Të kujtohet çfarë të thash rreth Pietrit që kishte zbuluar parregullsi në kompaninë e tij? Viktor duhet të neutralizojë këtë kërcënim dhe përdorimi yt kundër Pietrit është vetëm pjesë e një plani më të madh. Në atë moment, telefoni i Olisias ra. Ishte një mesazh me tekst nga Pietri. Ku je? Erdha në shtëpi dhe ti nuk ishe këtu. Jam i shqetësuar. Olisia ja tregoi mesazhin Kierës, e cila menjëherë u bë vigjilente. Në çfarë ore zakonisht kthehet Pietri në shtëpi? Kur para orës 2 të mëngjesit. Ai gjithmonë qëndron në zyrë deri shumë vonë duke organizuar operacionet e ditës tjetër. Atëherë pse erdhi herët sot pikërisht natën kur ti u zhduke nga restoranti? Pyetja mbeti pezull në ajër ndërsa të dyja përpunonin implikimet. A ishte e mundur që Pietri të dinte rreth planeve të Viktorit për atë natë? Apo më keq, a ishte e mundur që ai po bashkëpunonte me Viktorin në ndonjë mënyrë? Më duhet ta telefonoj, tha Olisia, por Kiera i kapi krahun. Jo ende. Së pari duhet të kuptojmë saktësisht cila është pozita e Pietrit në gjithë këtë. Nëse edhe ai po shantazhohet, një telefonat mund të paralajmërojë Viktorin se diçka ka shkuar keq. Kiera shkoi te kompjuteri i Aronit dhe filloi të kërkonte skedar të lidhur me Pietrin ose me kompaninë e tij. Nuk zgjati shumë për të gjetur një dosje të fshehur që përmbante dokumente që sqaruan plotësisht situatën. Pietri kishte zbuluar se kompania e tij e importit po përdorej për të transportuar produkte që nuk ishin të listuara në deklaratat zyrtare. Mallra që mbërrinin në kontejner të vulosur me dokumentacion në dukje ligjor, por që në realitet përmbanin produkte elektronike dhe pajisje industriale të padeklaruara. Vlerat reale të mallrave ishin shumë më të larta se ato të deklaruara, duke krijuar një diferencë që përdorej për evazion fiskal në shkallë të gjerë. Pietri u përpoq t'i denonconte të gjitha këto, tha Kiera, duke lexuar emailet që ai kishte dërguar në organe të ndryshme fiskale. Por shikoni përgjigjet që mori. Të gjitha denoncimet e Pietrit ishin arkivuar ose transferuar mes departamenteve të ndryshme derisa thjesht u zhdukën në sistemin burokratik. Ishte e qartë se Viktor kishte kontakte të mjaftueshme për të neutralizuar çdo tentativë për hetim zyrtar. Por Pietri nuk u dorëzua, vazhdoi Kiera, duke gjetur dokumente më të reja. Ai filloi të dokumentonte gjithçka vetë. Fotografi të kontejnerëve, kopje të dokumenteve të falsifikuara, regjistrime të pagesave që nuk përputheshin me deklarata. Atëherë ai është viktim, jo bashkëpunëtor, përfundoi Olisia me lehtësim. Jo vetëm viktim. Pietri përfaqëson një kërcënim real për Viktorin sepse ka prova konkrete që mund të rrëzonin të gjithë operacionin e evazionit fiskal. Pikërisht prandaj Viktor dëshiron kaq shumë të kontrollojë familjen tuaj. Në atë moment, ato dëgjuan zhurmën e makinave që ndaluan në rrugën përballë shtëpisë. Kiera vrapoi drejt dritares dhe pa 3 automjete të errëta të pozicionuara strategjikisht, duke bllokuar rrugët e mundshme të arratisjes. Burra me kostume filluan të dilnin nga makinat, disa duke u drejtuar drejt pjesës së pasme të shtëpisë. Viktor zbuloi ku jemi, tha Kiera, duke filluar të mblidhte shpejt dokumentet më të rëndësishme. Duhet të dalim nga këtu tani. Si e mori vesh? Ndoshta ka gjurmuar telefonin e Pietrit ose ka vendosur vëzhgim në shtëpinë e prindërve tuaj, u përgjigj Kiera, duke mbushur një çantë shpine me USB dhe kontrata. Ose dikush na pa duke hyrë këtu. Zhurma e ziles së derës jehoi nëpër shtëpi, e ndjekur nga trokitje të forta në derën kryesore. Zëri një burr i bërtiti, Olisia, e dim që jeni aty. Thjesht duam të flasim. Është gënjeshtër, përshpëriti Kiera. Nëse donin thjesht të flisnin, nuk do të kishin ardhur me kaq shumë burra në mes të natës.
Ato zbritën shpejt në katin përde, por burrat tashmë po rrethonin shtëpinë. Kiera pa drita elektrikash duke lëvizur në përkopshtin e pasëm, duke blokuar daljen nga kuzhina. Situata po bëhej dëshpëruese. Ka ndonjë dalje tjetër? Pyeti Kiera. Garazhi ka një derë që çon në oborrin e shtëpisë fqinje, kujtoi Olisia. Por është një hyrje e vogël, duhet të kalojmë duke zvarritur. Ishte zgjidhja e vetme. Ato vrapuan drejt garazhit dhe gjetën hapjen e vogël që Olisia kishte përmendur. Ishte një hapësirë e ngushtë mes murit të garazhit dhe gardhit të fqinjit, e përdorur fillimisht për kalimin e kablove elektrike, por mjafte gjerë sa për të kaluar një person me vështirësi. Kiera kaloi e para, duke tërhequr çantën e shpinës plot me dokumente. Olisia e ndoqi, duke u përpjekur të bënte sa më pak zhurmë. Nga ana tjetër, ato u gjendën në oborrin e një shtëpie në errësirë, banorët e së cilës në dukje flinin thellë. Tani ku? Pyeti Olisia, duke pastruar tokën nga rroba. Në një vend që Viktor nuk do të mendonte kur ta kërkonte, u përgjigj Kiera me një buzëqeshje të tensionuar. Do të kërkojmë bashkëshortin tuaj. Pietrin? Por ti the që nuk duhej t'i besonim atij ende. Ndryshova mendje. Pasi pash dokumentet në shtëpinë e prindërve tuaj, jam e sigurt se Pietri po manipulohet, jo po bashkpunon. Dhe nëse Viktor arrin ta kap edhe atë, i gjithë hetimi ynë do të ketë qenë i kollë. Ato ecën nëpër rrugët e shkreta të kryeqytetit, duke shmangur bulevardet kryesore dhe duke përdorur rrugë të shkurtra që Kiera kishte hartuar gjatë viteve të saj të vëzhgimit. Kompania e Pietrit ndodhej në një zonë tregtare rreth 40 minuta larg, dhe Kiera po vinte bast se ai vërtet po punonte deri vonë, siç kishte përmendur Olisia. Kiera, tha Olisia gjatë ecjes, ka një gjë që nuk e kuptoj. Pse vendose të më ndihmosh sonte? Ti mund të kishe vazhduar hetimin tënd në fshehtësi, pa u ekspozuar. Pyetja e bëri Kierën të ndalonte së ecuri për një moment. Për 3 vjet, ajo kishte qëndruar në hije, duke mbledhur informacione pa u përfshirë kur direkt me viktimat e Viktorit. Por të shihte Anjezën dhe Aronin duke u detyruar të dorëzonin vajzën e tyre kishte zgjuar në të një zemërim që ajo nuk mund ta kontrollonte më. Sepse, tha ajo më në fund, kur pash prindërit tuaj në atë tavolinë, kujtova bisedën e fundit që pata me vëllain tim. Ai më bëri të premtoj se, nëse më ndodhte diçka, unë do të vazhdoja të luftoja për të mbrojtur familje të tjera. Sonte ishte hera e parë që kisha mundësinë reale për ta përmbushur atë premtim. Dhe tani? Tani do të gjejmë Pietrin, do të mbledhim të gjitha provat që kemi, dhe më në fund do ta bëjmë Viktor Aliun të paguajë për gjithçka që ka bërë. Jo vetëm për familjen time, por edhe për tuajën. Kur arritën në ndërtesën tregtare ku operonte importet Carmini, pan se kishte dritë të ndezur në katin e 12. Pietri vërtet po punonte, por nuk ishte vetëm. Nëpërmjet dritareve, ato mund të shihnin hijet e të paktën 3 personave që lëviznin në zyrë. Ose Pietri është në një takim shumë vonë natën, murmuriti Kiera, ose Viktor ka arritur aty para nesh. Ishte koha për të zbuluar nëse Pieter Carmini ishte aleati i fundit që u duhej apo nëse ishte bërë një pjesë tjetër në lojën e Viktor Aliu. Kiera dhe Olisia vëzhguan ndërtesën tregtare për 20 minuta para se të vendosnin si t'i afroheshin. Dritat e katit të 12 mbetën të ndezura, dhe her pas here ato mund të shihnin hije që lëviznin nëpër dritare. Ishte e pamundur të përcaktohej nëse Pietri ishte në rrezik apo nëse po kryente ndonjë lloj negociate me Viktorin. Një mënyrë për të arritur aty pa përdorur ashensoret kryesor, tha Kiera, duke treguar drejt një hyrje anësore të ndërtesës. Gjatë hetimeve të mia, kam hartuar disa rrugë alternative në ndërtesat tregtare të kryeqytetit. Biznesmenët e korruptuar gjithmonë preferojnë të kenë mundësi të shumta aratisjeje. Ato arritën të hynin në ndërtesë nëpërmjet një dere shërbimi që Kiera kishte zbuluar se ishte gjithmonë e shkyqur për të lejuar hyrjen e punonjësve të pastrimit të natës. Ashensori i mallrave i çoi në heshtje në katin e 11, prej nga mund të ngjiteshin nëpër shkallët e emergjencës pa bërë zhurmë. Kur arritën në korridorin e katit të 12, mund të dëgjonin zëra që vinin nga zyra e importet Carmini. Kiera njohu menjëherë zërin e Viktorit, por kishte edhe 2 zëra të tjerë burrash që ajo nuk i identifikoi. Dhe, për lehtësimin e Olisias, ato gjithashtu mund të dëgjonin qartë zërin e Pietrit. Duhet të kuptoni, Carmini, thoshte Viktor me ftohtësinë e tij karakteristike, që zbulimi i këtyre parregullsive në kompaninë tuaj ishte shumë i papërshtatshëm për të gjithë të përfshirët.
Njerëz shumë të rëndësishëm varen nga efikasiteti i këtyre operacioneve. Unë nuk kërkova të zbuloja asgjë, u përgjigj Pietri, zëri i tij tregonte tension por jo frikë. Thjesht po bëja punën time kur vura re se numrat nuk përputheshin. Por pasi zbuluat, ju morët vendime shumë të pamatura. Tentativa për t'i denoncuar të gjitha në organet fiskale ishte një gabim i rënd gjykimi. Ishte detyrimi im ligjor, këmbënguli Pietri. Kur një kompani zbulon parregullsi fiskale, është e detyruar t'i raportojë. Një zë i tretë ndërhyri, më i ri dhe me theks paksa të ndryshëm, zotëri Aliu, ndoshta duhet të jemi më të drejtë për drejtë rreth asaj që presim nga zotëri Karmini. Kiera i bëri shenjë Olisias të qëndronte në heshtje dhe ju afrua derës së zyrës. Nëpërmjet një çarje të vogël në perde, ajo arriti të shihte një pjesë të skenës. Pietri ishte ulur pas tavolinës së tij, në dukje i qetë, por ajo vuri re se duart e tij ishin paksa të dridhura. Viktor zinte një koltuk përballë tavolinës dhe dy burra më të rinj flaksonin sallën. Situata është e thjeshtë, vazhdoi Viktor. Kompania juaj do të vazhdojë të përpunojë operacionet e importit saktësisht si më parë. Ju do të ndaloni se bëri pyetje rreth dokumentacionit dhe do të ndaloni se kontrolluari korrespondencën mes asaj që është deklaruar dhe asaj që vërtet vjen në kontejner. Dhe nëse refuzoj? Atëherë do të duhet të gjejmë mënyra më kreative për të siguruar bashkëpunimin tuaj, tha Viktor, duke nxjerrë nga xhepi një zarf që e vendosi mbi tavolinë. Si përfshirja e bashkëshortes suaj Olisia në këtë bisedë. Pietri u bë dukshëm më i tensionuar. Olisia nuk ka asnjë lidhje me këtë. Ka gjithçka të bëjë, korrigjoi Viktor. Në fakt, ajo është arsyeja pse po bëjmë këtë bisedë të civilizuar në vend që thjesht ta zgjidhim problemin në mënyrë më të drejtë për drejtë. Viktor hapi zarfin dhe shpërndau fotografi mbi tavolinë. Edhe nga ku ishte, Kiera arriti të njihte se ishin foto të Olisias në vende dhe orare të ndryshme. Në restorantin ku punonin, duke ecur në rrugë, duke hyrë dhe dalë nga shtëpia. Viktor kishte vëzhguar Olisian për një kohë të gjatë. Keni dy opsione, tha Viktor. Ose vazhdoni të bashkëpunoni me operacionet tona dhe Olisia mbetet e sigurt, ose ju vazhdoni të përpiqeni të jeni një qytetar model dhe bashkëshortja juaj mund të përfshihet në disa aksidente shumë të pakëndshme. Kjo është një kërcënim i drejtë për drejtë, tha Pietri, zëri i tij tani i mbushur me zemërim të përmbajtur. Është një shpjegim i pasojave të zgjedhjeve tuaja, korrigjoi Viktor me qetësi. Në atë moment, Olisia nuk mundi më të përmbahej. Ajo shtyu derën e zyrës dhe hyri, duke injoruar gjestet e dëshpëruara të Kierës për të qëndruar e fshehur. Mos kërcënoni bashkëshortin tim për shkakun tim, tha ajo, zëri i saj i fortë pavarësisht situatës së rrezikshme. Reagimi në dhomë ishte i menjëhershëm. Dy burrat e Viktorit lëvizën menjëherë për të bllokuar derën, ndërsa Viktor u ngrit me një buzëqeshje që nuk i arriti sytë. Olisia, tha ai, sikur po përshëndeste një mikesh të vjetër. Çfarë surprize e këndshme. Pikërisht po flisja për ju. Pietri u ngrit shpejt. Olisia, si arrite këtu? Mendoja se ishe në shtëpi. Gjithçka është mirë, Pietri, tha ajo, duke parë drejt për drejt Viktorin. Tani di gjithçka. Për borxhet e prindërve të mi, për parregullsitë në kompaninë tënde, për skemat e evazionit fiskal. Dhe di që ti je pas gjithë kësaj. Viktor mbajti buzëqeshjen, por Kiera vuri re një tension të ri në qëndrimin e tij. Ai nuk priste që Olisia të dinte kaq shumë detaje. Ti ke qenë shumë e zënë për dikë që duhej të darkonte me prindërit, vuri re Viktor. Ku i more të gjitha këto informacione? Kjo nuk ka rëndësi, u përgjigj Olisia. Ajo që ka rëndësi është se ne e dim saktësisht çfarë po bën dhe kemi prova të mjaftueshme për të provuar gjithçka. Ishte në këtë moment që Kiera vendosi të zbulonte veten. Ajo hyri në zyrë duke i mbajtur duart të dukshme për të treguar se nuk përbënte një kërcënim fizik. Provat janë me mua, tha ajo, duke habitur të gjithë në dhomë. Emri im është Kiera dhe për 3 vjet kam dokumentuar të gjitha operacionet ilegale të zotit Aliu. Shpreha e Viktorit ndryshoi plotësisht. Buzëqeshja u zhduk, e zëvendësuar nga një vështrim llogaritës dhe i rrezikshëm. Ti, tha ai ngadalë. Ti je kamarierja e restorantit. Si u përfshive në këtë? Sepse ti shkatërrove familjen time, u përgjigj Kiera pa hezitim.
Vëllai im Marko zbuloi skemat tuaja në këshillim financiar Limen dhe u zhduk para se të mund t'i ekspozonte të gjitha. Që atëherë i kam dedikuar jetën time mbledhjes së provave kundër teje. Një nga burrat e Viktorit i pëshpëriti diçka në vesh. Viktor pohoi me kokë dhe u kthye përsëri drejt Kierës. Marko Ollins, tha ai, dhe mbiemri e bëri Kierën të tërhiqej instinktivisht. Vëllai yt ishte vërtet shumë i përkushtuar ndaj punës. Ndoshta tepër i përkushtuar për të mirën e tij. Çfarë i bëre atij? Pyeti Kiera, zëri i saj i dridhur për herë të parë. Marko vendosi se do të ishte më mirë të fillonte një jetë të re diku tjetër, tha Viktor rastësisht. Herën e fundit që dëgjova për të, ishte vendosur shumë mirë në një qytet të zonës rurale, duke punuar në një kooperativë bujqësore. Një jetë shumë më e thjeshtë dhe më e sigurt se sa të hetonte çështje që nuk ishin punë e tij. Kjo është gënjeshtër, tha Kiera. Marko nuk do ta braktiste kur familjen. Njerëzit bëjnë zgjedhje befasuese kur i kuptojnë plotësisht pasojat e veprimeve të tyre, u përgjigj Viktor. Ndoshta edhe ti duhet të konsiderosh të bësh një zgjedhje të ngjashme. Pietri, i cili kishte vëzhguar të gjithë shkëmbimin në heshtje, më në fund ndërhyri, mjaft me lojra, Aliu. Çfarë do vërtet? Viktor u qetësua dhe mori përsëri qëndrimin e tij të kontrolluar. Dua që të gjithë ju të kuptoni se jeni në një pozicion shumë delikat. Pjetër, kompania juaj do të vazhdoj të operoj saktësisht siç ka operuar. Olisia, ti nuk do të bësh asnjë përpjekje për të ekspozuar informacione që mund të dëmtojnë bizneset legjitime. Dhe ti, Kiera, do të ndalosh menjëherë hetimin tënd amator dhe do të gjesh një profesion më të përshtatshëm për një të re të moshës tënde. Dhe nëse refuzojmë, pyeti Olisia. Atëherë do të zbuloni se unë kam shumë më tepër ndikim në jetën tuaj nga sa imagjinoni, u përgjigj Viktor, duke nxjerrë nga xhepi një celular. Për shembull, di që prindërit e Olisias janë të akomoduar në një bujtim tërheqëse në zonën rurale. Do të ishte për të ardhur keq nëse do të pësonin ndonjë lloj aksidenti gjatë udhëtimit të kthimit. Kërcënimi i fshehtë ishte i qartë. Viktor nuk kishte nevojë të ishte i qartë rreth asaj që mund të ndodhte, nënkuptimi ishte i mjaftueshëm për t'i bërë të gjithë të kuptonin seriozitetin e situatës. Gjithashtu di, vazhdoi Viktor, që Kiera jeton vetëm në një ndërtesë pothuajse të braktisur në zonën industriale. Ndërtesat e vjetra si ajo kanë sisteme elektrike shumë të dobëta. Zjarret mund të ndodhin shumë papritur. Kiera ndjeu një të dridhur kur kuptoi se Viktor e dinte saktësisht ku jetonte ajo. Kjo do të thoshte se qendra e saj e inteligjencës, me të gjitha dokumentet dhe provat që kishte mbledhur, ishte kompromentuar. Dhe Pjetër, tha Viktor, duke u kthyer drejt tij, kompania juaj e importit varet nga licencat federale që mund të revokohen në çdo moment nëse lindin dyshime rreth ndershmërisë së pronarëve. Heshtja në dhomë ishte e rëndë. Të gjithë kuptonin se Viktor po ofronte vetëm iluzionin e një zgjedhjeje. Në realitet, ai po diktonte kushtet e dorëzimit të tyre. Por ishte në këtë moment që Pietri bëri diçka të papritur. Në vend që të tregonte frikë ose nënshtrim, ai buzëqeshi. Viktor, tha ai qetësisht, ti sapo bëre një gabim shumë të rëndë. Si kështu? Ti supozove se ishim thjesht 3 njerëz të frikësuar që po përpiqeshin të negocionin me ty, u përgjigj Pietri, duke shkuar drejt tavolinës së tij dhe duke shtypur një buton diskret. Por në fakt, e gjithë kjo bisedë po transmetohet drejt për disa njerëz shumë të interesuar për të dëgjuar kërcënimet tuaja. Shpreha e besimit të Viktorit u lëkun për herë të parë. Për çfarë po flet? Gjatë 2 muajve të fundit që kur fillova të dyshoja se dikush po manipulonte kompaninë time, instalova një sistem regjistrimi dhe transmetimi në kohë reale në zyrën time, shpjegoi Pietri. Çdo fjalë që the këtu sonte u transmetua direkt te prokurorët federal që po hetojnë skema të evazionit fiskal. Një nga burrat e Viktorit lëvizi drejt Pietrit, por ai ngriti dorën për ta ndaluar. Nuk ka kuptim të përpiqesh të shkatërrosh pajisjet tani, tha Pietri. Transmetimi bëhet nëpërmjet kanaleve të shumta të redundante. Dhe njerëzit që po dëgjojnë tashmë kanë prova të mjaftueshme për të arrestuar të gjithë të përfshirët. Viktor mbeti në heshtje për disa sekonda duke përpunuar informacionin. Kur më në fund foli, zëri i tij kishte humbur të gjithë ftohtësinë e kontrolluar. Nuk keni ide se çfarë sapo bëtë, tha ai. Nuk keni ide se sa njerëz të fuqishëm janë të përfshirë në këtë. Ju sapo i shpallët luftë një sistemi të tërë. Atëherë qoftë luftë, u përgjigj Pietri.
Të paktën do të jetë një luftë e drejtë me të gjitha kartat në tavolinë. Në atë moment, zhurma e sirenave filloi të jehoj në rrugët rreth ndërtesës. Ishin makina policie që afroheshin shpejt dhe Viktor kuptoi se situata e tij kishte ndryshuar plotësisht. Kjo nuk ka mbaruar, tha ai, duke u drejtuar drejt derës. Ju mund të keni fituar këtë betejë, por nuk keni ide se sa i thellë është rrjeti që u përpoqët të sfidoni. Në fakt, tha Kiera, duke nxjerrë nga çanta e shpinës një dosje plot me dokumente, kemi një ide shumë të mirë. 3 vjet hetim më dhanë informacion rreth të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj, të gjitha kompanive fantazm, të gjithë politikanëve që ju korruptoni. Dhe të gjitha këto po u dorëzohen edhe prokurorëve. Viktor ndaloi në derë dhe u kthye për herë të fundit. Dëshiron të dish të vërtetën rreth vëllait tënd Marko, pyeti ai. E vërteta është se ai është gjallë, po. Por vetëm sepse ra dakord të bashkëpunonte me ne. Ai zbuloi se luftimi kundër sistemit ishte i kodë dhe bëri zgjedhjen inteligjente. Gënjeshtër, tha Kiera, por kishte pasiguri në zërin e saj. Pyetni prokurorët nëse doni ta gjeni, tha Viktor me një buzëqeshje mizore. Ata e dinë saktësisht ku është dhe pse vendosi se bashkëpunimi ishte më i mirë se rezistenca. Me këtë zbulim përfundimtar, Viktor dhe burrat e tij dolën shpejt nga zyra, duke lënë Kierën, Olisian dhe Pietrin në heshtje ndërsa zhurma e sirenave afrohej gjithnjë e më shumë. Betejë ishte fituar, por lufta sapo po fillonte. Dhe pyetja rreth fatit të Markos ishte bërë edhe më komplekse dhe e dhimbshme nga sa Kiera kishte imagjinuar ndonjëherë. Prokurorët federal arritën në zyrën e Pietrit vetëm 10 minuta pasi Viktor ishte arratisur. Ishin 3 burra dhe një grua, të gjithë të veshur me kostume të errëta dhe duke mbajtur dosje plot me dokumente. Udhëheqësja e grupit, një prokurore e moshës së mesme e quajtur doktoresha Ana Mulleri, përshëndeti Pietrin me familjaritetin e dikujt që kishte biseduar me të më parë. Pjetër, transmetimi funksionoi në mënyrë perfekte, tha ajo, duke kontrolluar një tablet ku në dukje kishte ndjekur të gjithë përballjen. Arritëm të regjistrojmë të gjitha kërcënimet e Aliut dhe pranimet e tij rreth operacioneve të evazionit fiskal. Ju e dini tashmë gjithë këtë, pyeti Olisia, ende duke përpunuar shpejtësinë me të cilën kishin ndodhur ngjarjet. Për 2 muaj kemi hetuar një rrjet korrupsioni që përfshin disa kompani importi dhe këshillimi financiar, shpjegoi Ana. Pietri na kontaktoi kur filloi të dyshonte se kompania e tij po përdorej për operacione ilegale. Kiera ju afrua prokurores. Dhe çfarë dini rreth vëllait tim Marko? Viktor Aliu tha se ai po bashkëpunon me ta, se është gjallë në ndonjë qytet të zonës rurale. Ana shkëmbeu një vështrim domethënës me Pietrin para se të përgjigjej. Kjo është një situatë më e komplikuar nga sa imagjinoni, Kiera. Duhet të flasim për këtë me më shumë qetësi. Pse nuk mund të më thoni tani, këmbënguli Kiera. Për 3 vjet besova se Viktor kishte bërë diçka të tmerrshme me Markon. Nëse ai është gjallë, duhet të di ku. Sepse, tha Ana me kujdes, situata e vëllait tuaj është direkt e lidhur me hetimin ton, dhe ekzistojnë protokolle sigurie që duhet të ndjekim. Pietri ju afrua Kierës dhe i vuri dorën në shpatull. Kiera, kur fillova të bashkëpunoj me prokurorët federal 2 muaj më parë, një nga gjërat e para që hetova ishte zhdukja e Markos. Zbulova disa informacione që duhet t'i dëgjosh, por jo këtu. Pse po jeni kaq misterioz, pyeti Olisia. Nëse Marko është gjallë dhe mirë, pse nuk mund të thoni thjesht ku është? Ana pshërtiu dhe mbylli tabletin e saj. Sepse Marko Ollins nuk është thjesht gjallë. Ai është një nga informatorët tanë më të rëndësishëm në këtë hetim. Dhe zbulimi i vendodhjes së tij ose situatës së tij aktuale mund të komprometojë jo vetëm sigurinë e tij, por edhe të disa personave të tjerë të përfshirë. Ndikimi i këtij zbulimi e bëri Kierën të ulej rënd në një karrige. Për 3 vjet, ajo i kishte dedikuar jetën e saj hakmarrjes kundër Viktor Aliut, duke besuar se ai kishte shkatëruar familjen. Tani zbulonte se Marko jo vetëm që ishte gjallë, por po punonte aktivisht për të rrëzuar të njëjtin rrjet korrupsioni. Atëherë pse nuk më ka kontaktuar kur, pyeti ajo, zëri i saj pothuajse i padëgjueshëm. Sepse, shpjegoi Ana, kur Marko zbuloi skemat në këshillim financiar Limen, Viktor i ofroi 2 opsione: të zhdukej përgjithmonë, duke të lënë ty të besosh se diçka e tmerrshme i kishte ndodhur atij, ose të punonte si informator për të ndërsa prokurorët federal ndërtonin një rast të fortë kundër të gjithë rrjetit. Por pse ra dakord?
sepse opsioni i dytë përfshinte një garanci se ti do të mbaheshe plotësisht jashtë hetimit, tha Marko, duke i shtrënguar duart. Viktor e dinte se, nëse më ndodhte diçka, ti do të përpiqeshe të zbuloje të vërtetën. Ai preferoi të më mbante gjallë dhe të kontrolluar sesa të merrej me një motër të revoltuar që hetonte vetë. Ironia e situatës nuk i shpëtoi Kierës. Por unë hetova vetë gjithsesi. Për 3 vjet. Marko buzëqeshi për herë të parë. Dhe kjo ishte një nga gjërat që më bëri më krenar dhe më tmerroi në të njëjtën kohë. Prokurorët më tregonin raporte rreth aktiviteteve tuaja në restorant, rreth mënyrës si po mblidhni informacione sistematikisht. Ju po më vëzhgonit? Ne po të mbronim, korrigjoi ai. Çdo herë që ti afroheshe shumë zbulimit të diçkaje të rrezikshme, unë paralajmëroja prokurorët që të devionin hetimin tënd ose të krijonin shpërqendrime. Si cilat? Të kujtohet kur menaxheri i restorantit ndryshoi orarin tënd të punës që të mos ishe e pranishme gjatë darkave më të rëndësishme të Viktorit? Apo kur ai klienti i dehur derdhi verë mbi dokumentet tuaja, duke shkatëruar disa fotografi që kishe bërë? Kiera zgurdulloi syt. Kjo ishte e gjitha me qëllim? E gjitha e planifikuar për të mbajtur të sigurt pa ngjallur dyshimet e tua, konfirmoi Marko. Por erdhi një pikë ku nuk mundëm më të mbronim pa që ti të zbuloje të vërtetën. Kur Viktor vendosi të përdorte Olisian kundër Pietrit? Sakt. Viktor po dëshpërohej sepse hetimi ynë po mbyllej rreth tij. Ai kishte nevojë për një lëvizje dramatike për të rifituar kontrollin e situatës, shpjegoi Marko. Përdorimi i familjes së Pietrit ishte basti i tij i fundit. Në atë moment, Ana hyri në dhomë duke mbajtur një dosje plot me dokumente. Më falni që ndërpres, tha ajo, por kemi lajme të rëndësishme rreth Viktorit. Dhe nuk janë lajme të mira. Marko dhe Kiera u kthyen drejt saj, të shqetësuar. Viktor nuk u arratis nga kryeqyteti siç menduam, vazhdoi Ana. Në fakt, ai po organizon një kundërofensivë. Kemi arritur të përgjojmë komunikime që sugjerojnë se ai planifikon të eliminojë të gjithë informatorët dhe dëshmitarët para se të mund të formalizojmë denoncimet. Kjo do të thotë se Marko është në rrezik, pyeti Kiera. Kjo do të thotë se të gjithë jeni në rrezik, korrigjoi Ana me seriozitet. Viktor zbuloi se Pietri po bashkëpunonte me ne, e di që ti ke prova të rëndësishme, dhe dyshon se Marko është gjallë dhe po punon kundër ti. Marko u ngrit duke marrë menjëherë një qëndrim më të tensionuar. Sa kohë kemi? Maksimumi 48 orë, u përgjigj Ana. Pas kësaj, Viktor ndoshta do të përpiqet të neutralizojë të gjithë të përfshirët para se të arratiset përfundimisht nga vendi. Atëherë duhet të veprojmë tani, tha Kiera. Kemi prova të mjaftueshme për të arrestuar? Kemi prova të mjaftueshme për të hapur një proces penal gjithëpërfshirës, konfirmoi Ana. Por duhet ta lokalizojmë Viktorin dhe ta arrestojmë para se ai të ekzekutojë planin e tij. Dhe si do ta bëjmë këtë nëse as ju nuk e dini ku është? Marko dhe Ana shkëmbyen një vështrim domethënës. Në fakt, tha Marko, kemi një ide se ku mund të jetë. Dhe këtu bëhen thelbësore 3 vitet tuaja të hetimit, Kiera. Si kështu? Ana hapi dosjen dhe shpërndau disa fotografi mbi tavolinën e qendrës. Gjatë vëzhgimit tuaj në restorant, ju dokumentuat Viktorin duke u takuar me disa persona. Njëri prej tyre është një biznesmen i quajtur Teo Carmini. Carmini? Si Pietri. Kushëri i largët i Pietrit, shpjegoi Ana. Teo zotëron disa prona rurale ku Viktor zakonisht qëndron kur dëshiron të qëndrojë larg syve të ligjit. Marko tregoi drejt një prej fotografive që Kiera kishte bërë. Ju arritët të kapni një bisedë mes Viktorit dhe Teos ku ata përmendin fermën Bus Liçenit. Është një pronë e izoluar rreth 2 orë larg kryeqytetit. Dhe ju besoni se Viktor është atje? Besojmë se ai po fshihet atje ndërsa organizon arratisjen e tij përfundimtare, konfirmoi Ana. Por prona është shumë e izoluar dhe e mbrojtur mirë. Kemi nevojë për një plan të kujdesshëm për të arrestuar. Kiera studioi fotografit duke kujtuar natën specifike kur kishte bërë ato imazhe. Në këtë bisedë, Viktor dhe Teo përmendën gjithashtu tunele nëntoksore që lidhin shtëpinë kryesore me disa dalje emergjence. Kjo është informacion i ri për ne, tha Ana, duke marrë shënime shpejt. A të kujtohet ndonjë detaj tjetër?
Teo tha se tunelet ishin ndërtuar gjatë kohës kur prona përdorej si vendkalim për kontrabandistët dekada më parë. Kujtoi Kiera. Viktor ishte I interesuar specifikisht për rrugët e Aratisjes. Marko ju afrua tavolinës dhe ekzaminoi fotot. Me këto informacione mund të planifikojmë një operacion për të rrethuar të gjitha daljet e mundshme para se t'i afrohemi shtëpisë kryesore. Por ka një problem, tha Ana. Viktor ka informator në disa agjenci sigurie. Nëse planifikojmë një operacion zyrtar shumë të madh, ai do të paralajmërohet para se të fillojmë. Atëherë çfarë sugjeroni? Pyeti Kiera. Një operacion të vogël dhe kirurgjikal, u përgjigj Marko. Pak njerëz, fshehtësi maksimale, duke shfrytëzuar elementin e befasisë. Dhe unë dua të marr pjesë, tha Kiera me vendosmëri. Si Marko ashtu edhe Ana protestuan menjëherë. Absolutisht jo, tha Marko. Tashmë të kam rrezikuar jetën mjaftueshëm gjatë këtyre 3 viteve. Ti nuk je e trajnuar për operacione në terren, shtoi Ana. Do të ishte shumë e rrezikshme. Por unë jam e vetmja që njoh modelet e sjelljes së Viktorit, argumentoi Kiera. Kam kaluar 3 vjet duke vëzhguar si vepron ai në presion, si merr vendime, si reagon kur ndihet I rrethuar. Ajo ka të drejtë, pranoi Marko me hezitim. Gjatë këtyre viteve si informator, vura re se Viktor është jashtëzakonisht I paparashikueshëm kur ndihet I kërcënuar. Të kesh dikë që njeh modelet e tij mund të jetë ndryshimi me suksesit dhe dështimit të operacionit. Ana mbeti në heshtje për disa minuta, duke peshuar opsionet. Nëse ti merr pjesë, tha ajo më në fund, do të jesh vetëm si këshilltare inteligjence. Ti qëndron në bazën e operacioneve, analizon komunikimet e përgjuara dhe na udhëzon rreth lëvizjeve të ardhshme të Viktorit. Jam dakord me këtë kusht, tha Kiera. Por dua të jem e pranishme kur Viktor të arrestohet. Pas 3 vjetësh, më duhet ta shoh atë duke u mbajtur përgjegjës për gjithçka që ka bërë. Kjo mund të rregullohet, ra dakord Ana. Marko ju afrua Kierës përsëri. Je e sigurt që dëshiron ta bësh këtë? Pasi të fillojmë, nuk do të ketë kthim pas. Jam e sigurt, u përgjigj ajo pa hezitim. Për 3 vjet kam jetuar për këtë moment. Tani që di se ti je gjallë dhe I sigurt, më në fund mund të përqendrohem në sigurimin që Viktor të mos mund të bëj kur më familjeve të tjera atë që na bëri neve. Atëherë është vendosur, tha Ana, duke mbledhur dokumentet. Operacioni ndodh nesër mbrëma. Kemi një ditë për të finalizuar planifikimin dhe për të pozicionuar ekipet. Ndërsa Ana doli për të koordinuar përgatitjet, Marko dhe Kiera mbetën vetëm në dhomë. Faleminderit, tha ajo. Pse? Për mbrojtjen e familjes son, edhe nëse kjo do të thoshte të sakrifikoje 3 vjet të jetës tënde, u përgjigj Kiera. Dhe për të besuar se unë do të isha mjaft e fortë për të zbuluar të vërtetën kur të vinte koha e duhur. Marko buzëqeshi. Ti ke qenë gjithmonë më kurajoze se unë, Kiera. Unë thjesht kisha fatin të gjeja një mënyrë për ta kanalizuar atë kurajo për të mbrojtur njerëzit që duam. Nesër mbrëma, kjo kurajo më në fund do të shërbej për të mbyllur këtë kapitull të jetës son, tha ajo, duke parë nga dritarja drejt diellit që fillonte të perëndonte. Dhe pastaj më në fund do të mund të kthehemi të jemi thjesht vëllezër e motra, pa pasur nevojë të fshihemi ose të mbrojmë veten nga kërcënimet. Nesër mbrëma, ra dakord Marko, Viktor Aliu do të zbuloj se në vlerësimi I familjes son ishte gabimi më I madh që ai mund të kishte bërë. Ferma buz liçenit ishte zhytur në errësirë kur operacioni filloi në orën 2 të mëngjesit. Kiera vëzhgonte gjithçka nëpërmjet monitorëve në bazën e operacioneve mobile, të instaluar në një furgon 3 kilometra larg pronës. 6 agent federal, përfshirë Markon, ishin pozicionuar strategjikisht rreth shtëpisë kryesore, duke bllokuar të gjitha rrugët e Aratisjes që ajo kishte identifikuar nëpërmjet bisedave të përgjuara. Viktor është në dhomën e katit të dytë, përshpëriti Ana nëpërmjet komunikatorit, duke vëzhguar shtëpinë nëpërmjet pajisjeve të shikimit të natës. Drita të ndezura, lëvizje e zbuluar. Nuk duket se di që jemi këtu. Kujdes, paralajmëroi Kiera, duke monitoruar frekuencat e komunikimit që Viktor zakonisht përdorte. Ai sapo ka marrë një telefonat. Po flet me dik rreth për shpejtimit të orarit. Nëpërmjet pajisjeve të përgjimit, ata arritën të dëgjonin fragmente të bisedës së Viktorit. Ai po jepte udhëzime për të eliminuar të gjitha problemet para agimit.
Ishte konfirmimi se kishin arritur në kohën e duhur. Ekipi Beta, pozicioni i konfirmuar në hyrje të tuneleve, pyeti Ana. Konfirmuar, u përgjigj një zë nëpërmjet radios. 3 dalje nëntoksore të lokalizuara dhe të bllokuara. Marko ishte pozicionuar në hyrjen kryesore të shtëpisë duke pritur sinjalin për të filluar afrimin. Gjatë viteve si informator, ai kishte zhvilluar aftësi taktike që Kiera nuk e kishte imagjinuar kur se vëllai i saj i posedonte. Kiera, tha Ana, po zbulojmë lëvizje automjetesh që po i afrohen pronës. 2 makina që vijnë nga rruga kryesore. Kiera analizoi modelet e lëvizjes nëpërmjet monitorëve. Këta duhet të jenë burrat që Viktor i thiri për të ekzekutuar eliminime. Nëse arrijmë para se të arrestojmë Viktorin, situata mund të bëhet shumë e komplikuar. Sa kohë kemi? Maksimumi 10 minuta, vlerësoi Kiera duke vëzhguar shpejtësinë e automjeteve. Atëherë të shkojmë tani, vendosi Ana. Marko, fillo afrimin. Ekipi Alpa, përgatituni të hyni nga Ana. Kiera vëzhgoi me zemrën që i rrite ndërsa Marko dhe agjentët e tjerë lëviznin në heshtje drejt shtëpisë. Vite planifikimi dhe hetimi po konvergonin në atë moment unik. Kur Marko arriti në verandën e shtëpisë, Viktor u shfaq papritur në dritaren e katit të dytë, sikur kishte ndjerë se diçka nuk shkonte. Për një sekond, të 2 burrat u vështruan drejt për drejt. Marko Hollins bërtiti Viktor nga dritarja, zëri i tij i mbushur me zemërim dhe surprizë. Duhej ta kisha imagjinuar se ti më në fund do të zbuloje besnikërinë tënde të vërtetë. Viktor Aliu, u përgjigj Marko, duke u mbajtur i qetë, je i arrestuar për formim bande, zhvatje, evazion fiskal dhe kërcënime kundër familjeve të pafajshme. Ti mendon se arrestimi im do të zgjidhë diçka, qeshi Viktor. Ti nuk ke ide se sa njerëz të rëndësishëm varen nga operacionet që koordinoj. Brenda një jave, unë do të jem i lirë dhe ti do të kërkosh një vend për të fshehur për pjesën tjetër të jetës. Ndoshta, tha Marko, por të paktën kjo javë do të na jap kohë të mjaftueshme për të çmontuar plotësisht rrjetin tuaj. Ishte në këtë moment që Viktor bëri gabimin që Kiera kishte parashikuar. Në vend që të dorëzoj ose të përpiqej të negocionte, ai u përpoq të arratisej nëpërmjet tuneleve nëntoksore që besonte se vetëm ai njihte. Kiera e pa atë të zhdukej nga dritarja dhe menjëherë paralajmëroi ekipet. Viktor po zbret në nëntok, informoi ajo. Bazuar në modelet e sjelljes së tij, ndoshta do të përpiqet të përdor daljen që çon në pjesën e pasme të pronës, pranë liçenit. Parashikimi i Kierës ishte i saktë. 15 minuta më vonë, Viktor doli nga një ndërtesë e vogël guri 200 metra larg shtëpisë kryesore, pikërisht aty ku ajo kishte treguar. Por në vend që të gjente një rrugë arratisjeje të lirë, ai u përball me 3 agent federal që e prisnin. Ka mbaruar, Viktor, tha Ana, duke drejtuar armën e saj. Nuk ka më ku të ikësh. Viktor shikoi rreth e rrotull, duke llogaritur opsionet e tij. Për disa sekonda, Kiera mendoi se ai mund të përpiqej diçka të dëshpëruar. Por, pastaj ai thjesht ngriti duart në shenjë dorëzimi. Ju nuk e dini se çfarë sapo bëtë, tha ai ndërsa i viheshin prangat. Ju sapo i shpallët luftë njerëzve që kanë shumë më tepër pushtet nga sa imagjinoni. Atëherë do të jetë një luftë e drejtë, u përgjigj Ana, duke kujtuar fjalët që Pietri kishte thënë natën e kaluar. Automjetet që po i afroheshin pronës u interceptuan nga një ekip tjetër agjentësh që ishte pozicionuar në rrugën kryesore. Banorët, të gjithë burrat armatosur me udhëzime për të pastruar zonën, u arrestuan para se të arrinin pranë fermës. Kur Viktor u solte furgoni ku ndodhej Kiera, ajo më në fund pati mundësinë ta shikonte në sy. Për 3 vjet, ai burr kishte qenë obsesioni i saj, simboli i gjithçkaje që kishte shkuar keq në jetën e saj. Tani, i prangosur dhe i mundur, ai dukej shumë më i vogël nga sa ajo kishte imagjinuar. Ti, tha Viktor kur e pa. Kamarierja që shkatërroi gjithçka. Jo, korrigjoi Kiera qetësisht. Unë jam motra që ti nënvlerësove. Një javë më vonë, Kiera ishte kthyer në restorantin ku kishte filluar gjithçka, por jo si punonjëse. Ajo ishte thirrur për të dhënë dëshminë e saj përfundimtare para prokurorëve dhe kishte vendosur të shfrytëzonte mundësinë për të bërë një vizitë të fundit në vendin që kishte qenë baza e saj e operacioneve për kaq shumë kohë. Menaxheri, i cili nuk dinte për përfshirjen e saj në hetim, u habit kur e pa atë me rroba zyrtare në vend të uniformës së punës. Nuk e dija që kishe një punë tjetër, komentoi ai.
Në fakt, tha Kiera duke buzëqeshur, kam marrë një propozim pune shumë më të mirë. Ishte e vërtetë. Ana i kishte ofruar asaj një pozicion zyrtar në ekipin e hetimit të krimeve financiare. Aftësitë e saj të vëzhgimit dhe analizës së modeleve u treguan aq të vlefshme sa prokurorët federal donin t'i formalizonin ato. Pietri dhe Olisia ishin gjithashtu të pranishëm në restorant për takimin përfundimtar. Kompania e Pietrit ishte pastruar nga të gjitha parregullsitë dhe ai tani bashkëpunonte zyrtarisht me autoritetet për të identifikuar kompani të tjera që mund të ishin përdorur për operacione të ngjashme. Olisia kishte zgjeruar kompaninë e saj të komunikimit për të specializuar në ndihmën e kompanive viktima të shantazhit për t'u ringritur. Po prindërit tuaj, pyeti Kiera. Janë mirë, u përgjigj Olisia. Ende po adaptohen me faktin se borxhet u zhdukën brenda natës. Babai tha se për herë të parë në 2 vjet arriti të flinte një natë të plot pa makthe. Marko arriti disa minuta më vonë, jo më i maskuar si informator. Identiteti i tij ishte zbuluar gjatë gjyqeve, por me Viktorin dhe bashkëpunëtorët e tij kryesor të arrestuar, ai ishte më në fund i lirë të rifillonte jetën e tij normale. Si po shkon kthimi në kontabilitetin ligjor, pyeti Pietri. Çuditërisht e qetë, pranoi Marko. Pas 3 vjetësh duke u marrë me skema milionëshe, të bësh kontabilitetin e kompanive të vogla duket pothuajse relaksuese. Ana arriti e fundit duke mbajtur një dosje me përditësime rreth rastit. Viktor u dënua me 15 vjet burg, njoftoi ajo. Dhe arritëm të identifikojmë më shumë se 40 kompani që po përdoren në skema të ngjashme. I gjithë operacioni rezultoi në rikuperimin e më shumë se 50 milion lekëve në evazion fiskal. Po antarët e tjerë të rrjetit, pyeti Kiera. 17 arrestime të konfirmuara, përfshirë 3 politikan dhe 2 gjyqtar, listoi Ana. Rrjeti i korrupsionit ishte edhe më i madh nga sa imagjinonim, por tani është çmontuar plotësisht. Ata qëndruan në restorant për 2 orë të tjera, duke festuar fundin e një udhëtimi që kishte zgjatur vite dhe kishte ndryshuar të gjitha jetët e tyre. Kiera shikoi rreth sallës ku kishte kaluar aq shumë net duke vëzhguar dhe planifikuar, dhe ndiu një përzierje nostalgjie dhe lehtësimi. E dini çfarë është më ironike, komentoi ajo. Viktor gjithmonë besonte se pushteti dhe parat ishin të mjaftueshme për të kontrolluar çdo situatë. Nuk e konsideroi kurrë se vendosmëria e njerëzve të zakonshëm të gatshëm për të luftuar për drejtësi mund të ishte më e fortë. Ai gjithashtu nënvlerësoi fuqinë e familjes, shtoi Marko. Mendoj se ndarja e vëllezërve e motrave dhe shantazhimi i prindërve do të ishte i mjaftueshëm për të na kontrolluar. Nuk kuptoj se familja e vërtet është më e fortë kur është e bashkuar kundër një kërcënimi të përbashkët. 6 muaj më vonë, Kiera ishte në zyrën e saj të re në prokurorinë federale, duke analizuar një rast kompleks mashtrimi biznesi që përfshinte disa qytete të zonës rurale. Telefoni i saj ra dhe ajo njohu numrin menjëherë. Si është motra ime e preferuar, tha Marko nga ana tjetër e linjës. Motra jote e vetme, korrigjoi ajo duke buzëqeshur. Dhe jam mirë, faleminderit. Sa po ndihmova në çmontimin e një rrjeti tjetër të evazionit fiskal. Duket se aftësitë që zhvillova duke vëzhguar Viktorin janë shumë të dobishme për të identifikuar kriminal të tjerë të njëjtit lloj. Po Olisia dhe Pietri? Shkëlqyeshëm. Kompania e saj është rritur aq shumë sa po hap deg në qytete të tjera. Pietri është bërë një lloj këshilltari jo zyrtar për qeverinë federale, duke ndihmuar në identifikimin e dobësive në sistemin e importit. Mendoj se Viktor nuk e imagjinoi kurrë se shkatërrimi i përkohshëm i familjes son do të rezultonte në krijimin e një rrjeti njerëzish të dedikuar për të luftuar pikërisht llojin e krimit që ai praktikonte, vuri re Marko. Ndoshta kjo është drejtësia e vërtetë, u përgjigj Kiera. Jo vetëm dëshkimi i fajtorëve, por shndërrimi i viktimave në njerëz të aftë për të mbrojtur familje të tjera. Kur e mbylli telefonin, Kiera shikoi nga dritarja e zyrës së saj drejt kryeqytetit që shtrihej para saj. Ajo e dinte se diku në atë qytet, familje të tjera po kalonin atë që kishte kaluar familja e saj. Por tani ajo kishte mjetet, njohuritë dhe vendosmërinë për t'i ndihmuar. Kamarierja vëzhguese ishte bërë një prokurore e drejtësisë. Dhe Viktor Aliu, nga thellësia e qelisë së tij, ndoshta ende nuk kuptonte si ishte mundur nga njerëz që ai i konsideronte të parëndësishëm. Fitoria e vërtet nuk ishte vetëm në arrestimin e tij, por në faktin se rënia e tij kishte forcuar të gjithë njerëzit që ai kishte tentuar t'i shkatërronte.
Anjeza dhe Aron Sallaku flinin të qetë për herë të parë pas vitesh. Pietri menaxhonte kompaninë e tij pa frikë nga shantazhet. Olisia ndihmonte kompani të tjera të çliroheshin nga skemat e korrupsionit. Marko ishte kthyer në kontabilitetin e ndershëm. Dhe Kiera përdorte përvojën e saj për të mbrojtur familje të tjera. Viktor kishte tentuar të thyente një familje dhe kishte krijuar një rrjet mbrojtjeje që do të zgjaste për breza. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kierës, Markos, Olisias dhe Pietrit t'ju ketë prekur zemrat dhe t'ju ketë treguar se si vendosmëria dhe uniteti familjar mund të kapërcejnë çdo fatkeqësi. Për të vazhduar të ndiqni histori po aq emocionuese rreth kapërcimit dhe drejtësisë, kemi përgatitur një playlist të veçantë që mund ta gjeni këtu pranë. Nëse kjo narrativ ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini like në video. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë forcën e shpirtit njerëzor dhe rëndësinë e luftës për atë që është e drejtë. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na tregoni në komente cila pjesë e historisë ju ka shënuar më shumë. Shihemi në aventurën tjetër.